Kanë jetuar prej 20 vitesh pranë bllokut 11.2 hektarësh në qytetin e Lezhës, por bashkia u ka kërkuar që të largohen për t'i hapur rrugë ndërtimit të një parkingu. 8 familje rome, barakat e të cilëve janë e vetmja streh që kanë deklaruar se nuk largohen pa u siguruar më parë një tjetër vend strehim. Na kanë thënë për me i prish. Ne nuk jena të ngju për asisen. Për mund vend të zan kalamajt në ta. Puna është që net na sigurojnë. Na gjejnë një vend strehimi. Se një vit na pagu kontratë bashkia, mas të ku të shkëjon? Nuk na pranon kush na për shtëpi, na për pallat. Viktor Tusha, kur shkojmë atje na përzem për jashtë, do me na nxjerr nga këtu dhe me na lan rrugash me fëmini, nuk ikim nga këtu. Barakat e ndërtuara në bllokun 11.2 hektarësh në Lezhë nga komuniteti rom janë një panoramë jo e hijshme pas ndërhyrjeve infrastrukturore që po kryen së fundmi, por e nevojshme që edhe këto familje pas një të ardhur të kenë një mundësi ku të fusin kokën. Të na marr kamera, të na nxjerr